Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Kryeministri Edi Rama thotë se hekurudha që do të lidh Tiranën, aeroportin e Rinasit dhe Durrësit është drejt përfundimit. Në rubrikën Sy më sy, Rama tha gjithashtu se të gjitha projektet hekurudhore të Shqipërisë do të jenë kantiere ndërtimi brenda 2030-s. Programi i hekurudhave është një pako e re, e cila është hapur me Tiranë, Rinas, Durrësin, ku puna po shkon drejt përfundimit. Konesa dhe fillimit punimeve në atë hekurudh kanë qenë të lidhura me pozicionin ende të dobët të Shqipërisë deri para ca vitesh, kur ende nuk na merrnin shumë seriozisht. As BE-ja, as bankat e saj zhvillimore, të cilat janë burimi i financimit të pakos së hekurudhave. Sot është një histori tjetër, dhe prandaj jemi në procese të avancuara me hekurudha Durrës Hanihotit, ku nis puna brenda këtij viti, Durrës Rrogozhin dhe pastaj ose Rrogozhin Porgades dhe pastaj Durrës Rrogozhin, hekurudha e korridorit 8, apo Durrës Fier dhe Fier Vlorë. Të gjitha këto nisin me radhë, njëra pas tjetrës, po jo më vonë se në 2030-ën. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar edhe nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, inspektuan sot edhe punimet që po kryen në kantierin e autostradës Elbasan-Lekaj, pjesë e korridorit 8. Kreu i qeverisë tha se me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mbështetja financiare e Brukselit për infrastrukturën do të rritet edhe më tej. Ky është një program masiv i infrastrukture, i cili po bëhet realitet fal pozicionit të ri që Shqipëria e fituar edhe në kuadër të fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor, edhe fal rritjes domethënëse të cilësisë projekteve, por në të gjitha rastet sot për sot, mbështetja financiare e programeve të Bashkimit Evropian për Shqipërinë mbetet 90% kredi, natyrisht kredi e butë nga bankat Evropiane të zhvillimit, por kredi. Nëse deri tani ne kemi marrë një mbështetje pak më shumë se sa diçka më shumë se 1 miliard. Me Bashkimin Evropian marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit, por shumë e rëndësishme, 90% e mbështetjes për një vend antar nuk është kredi, po është grant, domethënë është fond solidariteti i vendeve kontribuese për vendet përfituese, siç do jetë Shqipëria. Kjo është shumë e rëndësishme. Kreu i opozitës Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama nuk do të mund të shpëtojë dosjes me Gonigal. Berisha gjatë një takimi në Vlorë ka paralajmëruar shpalljen si terrorist ndërkombëtar për çdo që prek votat e 11 majit. Në shembullin e presidentit amerikan Donald Trump, edhe Sali Berisha paralajmëroi shpalljen terrorist ndërkombëtar ndaj kujdo që tenton të blej votat në zgjedhjet e 11 majit. Që me floku ndalë dhe tani, Donald Trump dekretoi shpalljen grupe terroriste të karteleve të drogës. Ndaj dhe paralajmëroi çdo bandit, kudo që ndodhet, se po implikohet me vota, do të cilësoj grupe terroriste shqiptare ndërkombëtare. Nga Vlora, ku prezantoi kandidatët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore, Berisha hodhi akuza në adresë të kryeministrit për lidhje me mafjen e plehrave edhe në qytetin bregdetar. Çdo verë, çdo prodverë e mbulojnë Vlorën me helme dhe tyme hermuse, sepse vjedhin parat e lëndfillit të Vlorës. Mafja e plehrave me krye Edi Ramën shtriu tentakulat e tij në Vlorë. Edi Rama nuk lë dalje pa i kujtuar non gratën dhe se ndryshe nga ai mund ta kalojë oqeanin kur të doj, por Sali Berisha ju kundër përgjigj në një dalje për mediat me dosjen me Gonigal. Antony Blinken është non grata në vendin e tij dhe uroj që të paraqitet para drejtësisë amerikane.
I them gjithashtu se nëse Blinken bëri një vizitë blic në Shqipëri i paguar apo i papaguar nuk di gjë, për t'i mbuluar skandalet mërshëm me Gonigal, Kazani po zjen. Ai skandal nuk mbyllet kurrë. Më herët nga tregu industrial, Berisha premtoi brenda 100 ditëve të para të qeverisë së tij amnisti fiskale për biznesin e vogël. Do të jetë amnistia për të gjitha gjobat, jo vetëm për biznesin e vogël, por dhe për qytetarët. Do rrisim tavanin pa taksa nga 140.000 euro në 180.000 euro. Ulja e çmimit të energjisë dhe ajo e ujit janë të tjera masa që thanë se do të ndërmarrë për të rimëkëmbur këtë sektor. Do ulem energjinë nga 18 për gjitha bizneset në 6 lekë. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Një tjetër zotim ishte edhe ai i përgjysmimit me ligj të tarifës së vendosur nga Bashkia për hapësirën publike. Ata që kanë biznes, që nxjerrin tovolina, që kanë pllaka publike nga 1.500 do zbresin 120 lekë. Për ta kthyer në realitet programin e tij qeverisës, Berisha kërkoi votën e biznesit të vogël në 11 maj. Prandaj edhe ju ftoj që 11 maj të votoni këtë program dhe u garantoj se do të zbatohet pik për pik siç është paraqitur. Ne u pafshim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se afati për dërgimin e fletëve të votimit për emigrantët mund të shtyhet përtej 17 prillit. Gjatë një komunikimi me mediat, kreu i këtij institucioni theksoi se brenda ditës së sotme pritet mbërrinë edhe 111 votat e para nga jashtë. Edhe pse 17 prilli është afati që duhet të përfundojë shpërndarja e fletëve të votimit për diasporën, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi paralajmëroi shtyrjen e tij, duke dhënë garanci që procesi do të përmbyllet brenda kësaj jave. Kam frikë se ne nuk do ta përfundojmë dot në datën 17 procesin për shkak të ngarkesës të shtuar. Kjo në mënyrë kategorike dhe me bindje them, nuk e rrezikon procesin. Deri më tani janë dërguar rreth 90.000 zarfe votuesve të regjistruar jashtë Shqipërisë, ndërkohë që nga shërbimi postar, Celibashi njoftoi se ka mbërritur edhe zarfi i parë i një votuesi që i përket qarkut të Dibrës dhe që është emigrant në Gjermani. Ndërkohë që pas ditën e të mërkurës, pritet edhe mbërritja e zarfeve të tjerë. Nga darka vonë do të mbrijnë të paktën këto 111 zarfa që janë nisur. Celibashi garantoi sigurinë e votës, por tha se shitblerja e saj është përgjegjësi penale e atij që e trafikon atë. Nëse votuesin nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë, do të ketë sanksione të rënda penale që shkojnë me 3, 4 apo 5 vite burgim. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve njoftoi se ka nisur shpërndarja e fletëve të votimit për qarkun e Tiranës, Korçës e Lezhës dhe se emigrantët do të njoftohen për mbërritjen e zarfeve me SMS ose email. Flasim tani për të tjera zhvillime, kështu 3 persona janë arrestuar nga policia pas përplasjes fizike me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcave operacionale në Fier. Në pranga kanë rënë 2 niprit e ish kryebashkiaku të Mallakastrës Agron Kaplanaj, konkretisht Ledian dhe Claudio Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku. Mësohet se konflikti fillimisht nisi nga fjalë fyese dhe më pas përfundoi në përplasje fizike me spalve. Sipas dëshmive të arrestuarve, agjentët e operacionales nuk janë vetë identifikuar dhe as kanë patur logo dalluese. Në një reagim për mediat, SPAK thotë se hetuesit e BK-s dhe efektivet e policisë së shtetit po kryenin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hetimi kur janë sulmuar pas një motiv nga persona tashmë të identifikuar dhe shoqëruar në polici. Gjithashtu SPAK nënvizon se të gjitha veprimet e ndërmarra nga BKH janë në përputhje me ligjin dhe nën vëzhgimin direkt të prokurorëve të posaçëm. Për 2 net me radhë, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit do të sjellë opera Ngala, mbi 150 artistë do të ngjisin në skenë disa nga veprat e autorëve më të njohur botëror. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit premton që për 2 net të sjellë një mbrëmje gala madhështore me angazhimin e 150 artistëve të operës baletit dhe me pjesëmarrjen e korit dhe performancën brillante të orkestrës. Nëse mbrëmjet e tilla më parë kanë qenë të dedikuara për shikues të zgjedhur, kjo shfaqje impenjative i kushtohet një publiku të gjerë. Felicissimo. Jam i lumtur që ndodhem këtu dhe që po punoj me këta artistë të mrekullueshëm. Kjo shfaqje është një mënyrë për të celebruar muzikën me të gjithë artistët. Do doja të nënvizoja një fjalë, gëzim. Është ai fill që lidh artistët me publikun dhe është ky koncept që duhet të ndjejë edhe populli që ka mbushur sallat për të ndjerë muzikën.
Me arjet më të dashura të Mozart, Verdit, Puccinit, Bizet e të tjerë dhe koreografin me muzikën e Johann Strauss II, skena do t'jetë e të gjithë artistëve. Ky është koncerti veçantë që ju gjithmonë na bie fati të jemi të tërë në të njëjtën skenë. Pjesë tepër interesante, të cilat vinë me një alegri, por gjithashtu duke mbartur edhe një teknik për sa i përket lëvizjeve të baletit. Shfaqja Opera Gala do të ngjitet në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit me 17 dhe 18 prill. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.